الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi të kanë Allahu Gjellë Shanuhu, vetëm atë falenderoj, ti ndim, fale, onzim, kërkoj. Përshëndesim Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në përfundimin e kësaj bote. Vëllezër të nderuar, në gjumat e kalume kem filluar me shpjegu për edukatën e muslimanit gjatë ushqimit. Dhe kena përmend disa rregulla, disa porosi të Kuranit, të fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat kanë të bëjnë me edukatën para ushqimit. Sot do të fillojmë me edukatën gjatë ushqimit. Kena të reguar dhe kena thonë se kena me folë për edukatën para ushqimit. Para se me njës me hangër e pi, qëfar porosi ka pru Islami për këtë punë. Dhe tash kena me spjeguar rreth edukatës gjatë ushqimit. Dhe prej edukatës dhe prej porosive të cilat kanë ardhur që kur t'ja nisu me hangër bukë edhe në ushqim kur mbledhëm, është se thirrjet e Kuranit dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam janë që me hangër bukë bashkë. Këtyre buka ushtruhen bashkë, sabajo të hangëra po bashkë, dreka, qashtu dorë, ka jenë gjithë njerëzit bashkë. Dhe kjo është porosi fetare. Kjo është porosi fetare që njerëzit mlidhen kur të hojnë bukë. Bereqeti i bukës është kur njerëzit jenë bashkë. Jo si kurse në hotel. Në hotel, një jenë mas gjysore, një mas një ore, një ani, një këni, aty s'ka rregull. Mirë po feja islame ka lypën që antarët e familjes spaku gjatë ushqimit të jenë bashkë. Dhe këta shkajnë pak ma vjetër, e dinë se buka bashkë është bereqeti i shtëpisë, është bereqeti i sofrës. Dhe so njerëzit janë konë bashkë në qëtë formë, atëherë bereqet ka pas edhe buka, edhe shtëpia, edhe familja. Momenti kur njerëzit ka nisën një hanë mas, për shembull shtrohet buka, një dhe t'ja usjamu. Mas 10 minuta qëtë e shtronë tjetër, mas 15 minuta tjetër, mas 20, non-stop buka e shtrohet, aty nuk ka bereqet. E feja islame ka ardhur dhe ka thirrë që na të bashkohemi dhe në ushqim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se ushqimi kur janë dy, e tani kur bëhen 3 e më shumë, ka bereqet. Për shembull, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ushqim që mundet me hangër një njeri, mu konë 2, ju del tamam. A me hangër vesh vetë, nuk del. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ta'amul wahid yakfi lil ithnain. Një ushqim me bo më konë 2 veta, për shkak të bereqetit që është, Allahu e Gjellëshon ja mundësën me pas bereqet aty edhe mi mjaftu të dyve. A ka një herë i njëti ushqim vesh një mërë me hangër edhe si delë. Mirë për kushtuan 2, kushtuan 3, e kur bënë më shumë, atëherë bereqeti Allahu e Gjellëshon hëzmet ma shumë. Kushta ka thonë pejgamberi alayhi salam, ta'amul wahid yakfi lil ithnain. Ushqimi i njërit i mjafton 2. Wa ta'amul ithnaini yakfi lil arba. Ushqimi i 2 i mjafton 4. Sa më shumë që bashkohet familja, çaq më shumë shtohet bereqeti edhe mjafton. Wa ta'amul arba yakfi lil 8, e ka thënë ushqimi që bëhet për 4, mu ul 8 mjafton. Pse mjafton? Për shkak se Allahu Gjellëshonu shlon bereqet kur bashkohen antarët e familjes. Kur bashkohen antarët e familjes, nuk ka prishur. Gjithashtu ka ardhur një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, u ka thonë pejgamberi
fajtamiu ala ta'amikum. Mlidhnu për ushqim, kur të hani bukë, mlidhuni. Wadhkuru smallahi alayh. Dhe përmendni Allahun Gjeleshanu, yubarik lakum fihi, Allahu shton bereqet në atë ushqim. Edhe kjo hadith e pejgamberit alayhi salatu wassalam ne shënon se njerëzit kur familjar, kur bashkohen, kur hajnë burg bashkë, atëherë një prej sebepeve të bereqetit të ushqimit edhe të familjes është bashkimi në sofër. Bereqeti vëllezër nderuar nuk është i lidhur me shumë. Nuk është i lidhur me shumë. Se ka njëherë bereqeti është kopa, mirë po mjafton për shumë. Nashta e kom të regu njëherë këtu punën e bereqetit, se shka bereqeti, po bërë me e përsërit edhe njëherë me të regu se qysh Allahu Gjeleshanu kur lëshon bereqet, aty njëri me shquditët se aty as matematika mas anis vlerë. As matematika më në vlerë. Djetarët islam e kanë pru një shembull të puna e bereqetit e kanë thonë në qysh është bereqetit, kanë thonë në dhend edhe qenë. Dhend edhe qenë e të interesant. Qeni s'ka bereqet. Për çda fetarisht nuk bën nevojë qeni pa nevojë të madhe, edhe ato kur ka nevojë për rujtje ose për ata që janë me dhend e kështu me radhë. Përndryshe që shëvojnë tash qenin, e shtin të shtëpia, ajo e hub bereqetin e shtëpisë, e hub sevapet mëdha që s'ta merr mendje që ka thonë pejgamberi për çdo ditë e hub ka një sevap, ai sevapi është sa një kirat. Një kirat është një kodër më e madhe në dynjë. Për çdo ditë çast sevap e hub ai që mund qenin mbrapa. Edhe pa nevojë. Qeni, mos ndëru, e dini ju kur të pjell ajo meshka, sa qeni bën. E bën një 4-5-6 qeni bën. Kur të pjellit dhend, kur shtohet dhend, sa kingja i bën, ma shumë të nështë e i bën 3-4 rrallë, 2 zakonisht mu i bo dhe 1. Mirë po, kur ta bëjsh matematikën, në dynjo, dhend pjellit ma pak, qenë bojnë ma shumë. Dhend ki dynjoja i hanë, qenë nuk i hanë përveç kines, nësi i hojnë, edhe ne kus tjetër, që të ranuën, kur ta këshysh me matematikë, cilët du të më posë numër ma shumë, a dhena qenë, me matematikat që një me një së bojnë. Qenë me posë shumë, se a i pjellë ma shumë, shka ko në dy një ma shumë, dhenë ko ma shumë. Pse ko dhenë ma shumë, se Allahu Gjeleshanu në halal të në shumë bereqet. Aty është bereqeti, aty s'o bereqeti. Edhe pse me numër ai shtohet ma shumë, kjo shtohet ma pak. Mirë po s'to njeri i ha vend, kur t'ja bësh tani këtu ku ta shtit në matematik, hiç mos mi hongër. Edhe hiç mos mi hongër, dhe? A pe vend ka ma shumë. Qëto është bereqeti që Allahu Gjeleshanu e lëshon. Për shta, mu bashku në ushqim, në familje, nëse ka ushqim vish për një njeri, mujnë me hongër 2 edhe gjien të 2. Nëse ka për 2, katër në tullën, ta ma një delë. Nëse ka për 4, 8 në tonë, ta ma një delë. Se Allahu Gjeleshanu lëshon, shon bereqet. E bereqeti nuk është të mëhon i lidhë me shumë, me numër. Pa tjetë i posë, 200 e këtë shumë. Kjo është pika e parë vëllezër ndërruar që po të bëj me ushqimin. Mundësisht është mirë, tash kanë ndryshojnë rrethonat, mirë po s'po një vakt me familje mu mbledhen edhe me hongër bukë, se Allahu Gjeleshanu e lëshon bereqetin edhe në ushqim edhe në familje. Prej edukatës fetare është që para se me anis me hongër bukë, e më lotë bukë. Nuk ka ndë një hadith i cili njërë direkte e porosin që mi lo dur para ushqimit. Do hadith njërë direkte s'ka. Mirë po shë ka, lozën ndërun këto, ka ajetet Kur'anit që na porositin që na më ka qenë pasër, inë Allahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu Gjeleshanu i dënë ata të cilët pendohen dhe ata të cilët janë të pastër. Dhe një për i pastërtive, para bukës është edhe